Ka thënë Allahu i lartësuar, fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, do të thënë ata të cilët kanë devijim në zemër, fayattabi'una ma tashabaha minhu, do të thënë i ndjekin këto ajete që janë jo të drejtë për drejta, do të thënë që mund të kenë më shumë kuptime. Ibtigha al-fitna wa ibtigha at-ta'wili, do të thënë duke dashur fitne ose devijim, duke dashur që t'i devijojnë njerëzit dhe duke dashur të shtrembrojnë ose duke pretenduar se duan komentimin e tyre. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, dhe komentimin e tyre nuk e di askush përveç Allahut. Çka do thotë kjo pjesë se komentimin e këtyre ajeteve që nuk janë drejt për drejta nuk e di askush përveç Allahut? Çka do të thotë? A do të thotë që njerëzit nuk do ta marrin vesh asnjëherë se nuk e di askush përveç Allahut? Përkundrazi, kjo do të thonë se kërkojeni komentimin e tyre prej Allahut. Do të thonë shikoni ajetet tjera. Do thotë pasi këtë ajet nuk e keni qartë drejt për drejt, kush e di atë ajet? Cili është qëllimi i tij? E di Allahu subhanahu wa taala. Prandaj do të shohim ajetet tjera dhe gjithashtu hadithet që janë gjithashtu shpallje nga Allahu. Do të thonë me ato e kuptojmë ajetin, prandaj disa prej dietarëve të Kuranit, leximit, thonë se duhet ndalja të jetë këtu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Disa thonë se duhet vazhdohet dhe të përfundoj, do të thënë leximi, qëndrimin lexim, illa Allahu war-rasikhuna fil ilm, edhe të thelluarit në dituri. Pra pse janë ata që e din komentimin, sepse e marrin komentimin nga Allahu dhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë duke i mbledhur gjitha ajetet në këtë temë dhe duke i mbledhur hadithet për këtë temë. Dhe ata thonë yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina, do të thonë ne u besojmë këtyre ajeteve. Kështu duhet thotë secili njeri kur e lexon një ajet edhe ose një hadith ose e dëgjon nga një njeri i bidatit një ajet ose një hadith, duhet qasja të jetë kjo që na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë themi ne i besojmë gjitha ajeteve, edhe nuk i marrim ajetet ose hadithet që t'i përflasim me njëri tjetrin, edhe të themi po pse këtu do thotë pse është kështu, pse nuk është ashtu, ose kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëje këta të shtohet fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç ka bëi hoxha i devijum. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse prap vind ju pushtetarit, edhe nëse ta rre shpinën edhe ta merr pasurinë, edhe me ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thon po edhe nëse ta merr gruan, eudhubillah. Do thotë kjo është refuzim i fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose i fjalës Allahut. Do të thonë do të flasim për këtë në veçantë inshallah, por ai që ka urdhëruar për bindje ndaj pushtetarëve është Allahu në librin e tij, nuk e ka shpikur dikush prej njerëzve. Edhe janë hadithe të shumta për këtë temë. Po qëllimi është se kur e dëgjon, do të thonë edhe qoftë edhe njeriu në devijuar që e përmend një ajet ose një hadith për të futur dyshim, qasja e besimtarit është që të thotë amanna bihi kullun min indi rabbina, ne i besojmë, secilit ajet i besojmë, secilit hadith i besojmë, edhe të gjitha janë nga Zoti jon, ne nuk kemi dyshim për asnjë ajet, për asnjë hadith, edhe nëse në këtë moment nuk e dim kuptimin. Mirë po kuptimin e këtij ajeti e kthejmë te ajetet që janë muhkemat, do të thonë të pa dyshimta, të pa luhatshme, në qartësi. Do të thonë pa dyshim se asnjë ajet nuk është i dyshimtë ose i luhatshëm, mirë po disa janë, siç tham, të drejtë për drejta dhe të qarta, të imtësuara, disa janë më të përgjithshme. Prandaj ka thënë wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Edhe këtë kush e merr vesh, vetëm njerëz të mençur. Të mençur janë vetëm ata të cilët i besojnë të gjitha ajeteve dhe ata që e marrin shpjegimin e ajetit nga i gjithdituri subhanahu wa taala, nga ajetet tjera, edhe nga shpallja në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këta njerëz të mençur thonë Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Do të thonë Zoti ynë, mos na i devijo zemrat pasi na ke udhëzuar, wa hab lana min ladunka rahma, dhe na jep mëshirë nga ana jote, na dhuro mëshirë, innaka antal wahhab, pra ti je dhuruesi i madh.